Famulitari Don Vlash Palaj, teksa mbajti meshën e së dielës në katedralen Shën Shtjefni të Shkodrës, me tone të ashpra, i cilësoi politikanët e korruptuar si shtresa më e ulët e këtij kombi. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk ban gjë tjetër vetëm tregojnë e më vjen keq për ta, sepse më duken shtresa më ignorante, më ulët e popullit shqiptar. Kena votuar për me na bë mirë, por mas abuzot deri në atë pikë sa që me marr në qafë. E mja hek kashat e negoj sidomos atij i cili lofton ashpër çdo ditë për me pas bukën e përdiqme. Aty është e pafalshme. Mëkati çon në vdekje. Prandaj mëkati i korrupsionit çon në burg. Famulitari Palaj foli edhe për kohët e vështira gjatë regjimit komunist, ndërsa shprehu keqardhje se ende në ditët e sotme ka persona që e duan ato sistem. Por edhe pse në atë kohë të vështirë, siç thash, shumë kush e rujti besimin e Zotin edhe pse fshetas. Ndërsa sot situata është disi më lehtë, por prapë tunimi vazhdon. Tunimit mund të rezistojnë vetëm ato të cilët janë të kapur për sigurinë e Zotit. Sepse atë nuk mund ta sfidojnë askush. Gjëja e parë që duhet mendoj në jetën tonë është kthimi i zemrës tonë në të vërtetën e Zotit. Këtë predikim me mesazhe për politikën shqiptare, famulitari Palaj e bëri në kohën e kreshmeve, që shërben si moment të reflektimi e pendese.